Dhe pyetje që shtrohet është se kundër kujt duhet të flasim në këto momente, kujt duhet i drejtohemi. Duhet i drejtohemi partnerëve të Ukrainës, sepse ajo nuk mund të dale vetme. Ajo ka treguar forcë me prodhimin e dronëve që ka bërë së fundmi, por pjesa tjetër i takon ndihmës së partnerëve. Fatkeqësisht, këto sulme janë të prodhimeve me 611 dronë, janë të prodhimeve të fundit. Dai reperti della balistica, diciamo, dai periti. Nga mbetjet e mbledhura të dronëve, duke që janë dronë me kosto të lirë, me kosto të ullët, por ajo që duhet të theksoj është se duhet një mesazh për partnerët e Ukrainës që të ndihmojnë në mbrojtjen nga këto mjete. Giorgio, kam një pyetje. Kam një pyetje, Giorgio, nëse mund të kemi pak si ka reaguar Kremlini zyrtar, presidenti apo gjithja çfarë kanë deklaruar për këtë dhe a do kemi në një kundërpërgjigje nga Ukraina? Kremlini mohoi përgjegjësinë, Ministria e Mbrojtjes deklaroi se çatia e kishës u shkatrua nga një raketë e skaduar që është ofruar nga partnerët e Ukrainës. Un'iterazione successiva dei droni Shahed iraniani, un drone russo. Ci sono le immagini. Ka pamje që po bëjnë xhiron e botës të kishës së shëmbur. Por nga Moska po thonë vetëm gënjeshtra. Dhe nëse prania jonë këtu ka një vlerë, atëherë është detyra jonë të themi se Moska po gënjen, po tregon vetëm gënjeshtra. Nën viktimat janë të gjithë civil? Si è piantato proprio contro l'altare. Si è piantato contro l'altare di Santo Stefano, capisci? Cioè non è un dubbio che uno può... Sì, la maggior parte delle vittime Shumica e viktimave janë sono civili. Certo, stiamo parlando di nuovo di un ennesimo massacro. Po flasim për masakrën e radhës, që te i kalon 40 viktimat, po shkojmë tek 50 viktima, dhe mes viktimave është edhe një grua shtatzën dhe fëmijë të shumt. Këtu po mbrin delegacione të ndryshme, por përtej çdo deklarate të indinjuar, një reagimi fuqishëm vazhdon të mungoj. Ndaj ndjesia e pandëshkueshmërisë që ka Kremlini i përcjell atij një mesazh fuqie që mund të vazhdoj të sulmoj. Edhe pse në fushën e betejës, situata është në favor të Ukrainës. Korridorin që Rusia përdorte për të dërguar logjistikë në gadishullin e Krimes janë të paaksesueshme. Respira dalla cannuccia, come si dice. Ndaj Federata Ruse, trupat e Federatës Ruse në Krime, me zor po marrin frymë. Ndërsa personalisht kam parë edhe rrëfime të kundërta në Perëndim, me shumë media perëndimore që shkruajnë se problem mund të jenë turistët rusë në Krime. Po çfarë turistësh rusë mund të ketë në Krime?
della Crimea. Non capisco Këto come sia possibile che nuk e kuptoj se si mund të konceptohet kjo ide. È inimmaginabile la parola turismo, cioè Në Crimea aktualisht fjala termi turizëm është i paimagjinueshëm. a preservare la loro vita e stanno cercando di scappare dalle Ushtarët rus nuk po garantojnë dot jetën e tyre dhe po aratise, disa prej tyre po aratise. Ndaj nuk i kuptoj këto raportime. Ok. Sì. Totalmente è spunto. E noi abbiamo Realiteti. contatti molto fidati. Ne kemi burime shumë të besuara në Krime La Federazione russa occupa illegalmente dell'Ucraina, quindi di tutto il sud. dhe Parliamo delle zone vicino a po Mariupol. flasim për zonat pranë Mariupolit, Kupianskut e të tjera, ku kemi kontakte shumë të besuara dhe kemi dëgjuar historitë e tyre, kemi parpamje e të tjera. Dhe nuk e vëm në dyshim atë që po ndodh. Lo potete vedere, diciamo, qui dai cartelli come questi. Kiev is waiting for you after the victory. Mund të shohim edhe parullën që ndodhet Atëherë, pas Giorgio. meje. Continua comunque. Kievi ju pret pas fitores. Giorgio, patjetër që unë do jem, ta jap fjalën që do jem në Kiev pas fitores dhe padyshim ti do të jesh person që do më bësh guidën, kështu që e ke premtimin tim live në studio. Giorgio, unë falenderit shumë. Të falenderoj shumë, Giorgio, për gatishmërinë tënde dhe faktin që je gjithmonë i gatshëm për të hyrë në lidhje direkte. Të përshëndes, të uroj gjithë mira dhe qëndroj sigurt. Vi mandiamo un abbraccio enorme. Grazie Një mille. përqafime dhe për juve. Grazie.